futet si aktor. Po, si aktor. Kompanisë shtetërore kur edhe nga Bashkimi Evropian në kapitullin për katës për konkurrueshmërinë nuk konsiderohen aktor tregu njësoj barabartë me tjerët për shkak të forcës së bartin mbrapa, pra peshës së shtetit. Nëse futet i këtill, patjetër që shkon drejt monopolizimit dhe ndërhyrjes në konkurrencë në tregu. Ne duhet ta liberalizojmë, jo ta centralizojmë. Okej, jeni kundër pra një kompanie të tillë. Varet se si do ke një argument këtu se duhet kaloj tek çmimet e sportit, nëse po. Për sa i përket pjesës së fondeve, ne kemi fonde mjaftueshëm, ne kemi paguar për ato cisternat që prodhojnë energji, që s'kan prodhuar energji, kemi paguar 170 milionë euro. Ne ke fjalën për tecet e lëvizshme të Vlorës. Tecet e lëvizshme të Vlorës. Domethënë nuk është se mungojnë fondet në Shqipëri për 200 milionë euro depozita. Puna është mungon vizioni strategjik. Ato e kanë $68.000 në ditë. Tecet e kanë $68.000 në ditë. Rreth 170 milionë e harxuar deri tani. Deri tani kanë vajtur? Sipas KLSH-s. Tani se KLSH-ja nuk e kanë pak me rezerva KLSH-n, po më thuaj sa kohë. Niset, po. Nëse e bëjmë shumëzimin 68.000 me sa ditë ka kaluar edhe del. Me vite, nuk është me. Janë me vite, okay. Me vite. Edhe 150 po tishin apo ta ulim prapë. Prapë shumë janë, po. Janë shumë. Domethënë dhe nuk kanë prodhuar gjë pratikisht, kështu që ne energji është prodhuar, po sasi është e pak. Energji 270 mega janë prodhuar. Po, 270 mega me Denis, bëj një pyetje. Jo një pyetje do bëjë këtë kuadër. Po pyetje për në këtë kuadër. Po. Ju këtu keni gjenerator? Në këtë supermarket keni. Po tani nuk e di, duhet të keni apo jo po pyet. Kemi, duhet të ketë, po. Përse e mbani? Po prandaj mos nuk flitet në këtë formë. Tani. Po them. Në çdo supermarket ka nga një gjenerator, nuk futet të koston. Janë emergjente tani, mos i ngatrohet. Nuk shkon. Fjalën e gjeneratorit, që me që është si backup, pra, kemi harxuar 170 milionë euro kot, mund të kishim harxuar 30 milionë euro, 70 milionë euro bën tubacioni nga tapi në Fier deri në tecin e Vlorës, dhe 13 milionë euro bën që ta kthesh me gazi. Deri në vitin 2040 nuk e lejon marrëveshja. Një minutë. Këtu projekti qeverisë, marrëveshja me Azerbajxhanin deri në vitin 2040. Projekti qeverisë. Nuk i jep, jo s'ka pra. Ka marrëveshje. Marrëveshja tot. Nuk lejon të ndrysh fare. Jo më fare. Ta mbaroj të folë. Po jo pra se po flasim për gjë që ekziston. Shqipëria, pra, doli kryeministri Rama dhe tha që kemi këtë projektin, do bëjmë këtë tjerën e tjerë. Pra, e ka deklaruar si projekt, nuk është se nuk e ka deklaruar. Dhe kjo është një marrëveshje politike që bëhet me Azerbajxhanin. Siç ke kontraktën. Jo, bë marrëveshja me Korçën tani. Ju do shikoni që Korça do marr gazin në Azerbajxhanit. Po them. Por në këtë rast nuk është për tecin që thoni ju, për Fierin. Prit, ta mbaroj. Pra, kontrata që ke bërë ti me Azerbajxhanin është një kontratë midis dy qeverive, e cila është kontratë politike, e cila është e rinegociueshme. Pra, kur ti flet dhe e bën... Janë 5 aksionerë që s'kan lidhje me qeverinë shqiptare. Po prit se Azerbajxhani, ne e dim se si funksionon Azerbajxhani, dhe rezultati është që Rama foli që do ndërtojmë, pra, kemi projekte për tecin, i nxori dhe i çmim keshi diku te 100 mega, euro për mega, dhe 100 euro për mega ka pasin, 110. Po, vetëm, Endri, të lutem se është pjesë e emisionit. Ti ke mundësi, po të kesh vullnet politik, rinegocion kontrata, ndryshon, po themi, impjantin që është aty i cili është nga impjant nafte, mund të kalosh impjant gazi, mund të ndërhysh për të ndërtuar depozita në Porto Romano, mund të bësh valthysin Porto Romano. Pra, ideja e gjithë kësaj është që ti ke fonde për të bërë një infrastrukturë që të kesh edhe backupin, edhe atë 3 mujorshin, problemi është tek vizioni. Ti nuk e ke ato vizion për të bërë një gjë të tillë. Dhe nëse do e bësh me kompani është problem ta fusësh kompaninë shtetërore. E para njerë që ne sa herë kemi pasur kompaninë shtetërore, gjitha dështojnë me sukses, domethënë, por është problemi i futjes në treg. Ti thjesht mund të qëndrosh aty duke pasur çmime të ulta, duke kapur faktin që ti mund të marrësh rent nga nafta e Ballçit, ti mund dalësh me çmime të ulët dhe ta mbash atë si depozite, e cila duhet hapur me vendim Këshillit të Ministrave, por që ta amortizosh çmimin e tjerë, pra të furnizosh ata që janë. Po nuk merr dot naftë nga vendi, zotëri, ka një kontratë koncesionare bankës